As dhe njëri nuk na ka parë as me sy mbyllur, jo si hapur. Tani që duhet dihet se sa i dëmshëm është fermeri. Sikur t'i ikin të gjithë në fermerët, ç'a do bën gjithë popull? Kështu duhet t'i iki që qeverriqi, ç'a po bëhet? Nafta 2400 lekë, 2300 lekë. Pleu mos hap thjesht thotë merre 60 kg ose 30 kg, 20 kg sa është 5000 lekë kg, 6000 lekë kg, mberet? Ata fëmijët e mi nuk han ose të gjithë tjerëve? Ç'a po bëhet? Ik ku do vesh e thot mos ikni me makinë, po fëmijët me çfarë të shkollën? A kalojsh rrugë? A i do të gjë rrugë? Ju janë rritur kostot në bujqësi? Nuk llogaritë, duhet 3 ekonomistë si të bësh llogari. Ne s'po i bëjmë dot më. Ne na ka vajtur që s'dim na të bëjmë më. Kjo është mielli e fundit, unë kam 5 dylyme gjysmë. Kjo është mielli e fundit për mua. Unë domate i kisha 4 dylyme, 1 dylyme gjysmë kam kisha spec, 2 dylyme shkula. Pasi që fare shtoka boshat dhe me shikojmë si duken domatë që kanë ngjerë që janë thana për mbytje. Tani çfarë të bëjmë? Nga do shkojmë? Më mirë në Greqi punoj gat 50 euro, 60 euro dita, ushqje më mirë, punoj 8 orë, mendje nuk e vras, kurse këtu ne nuk po flen dot as gjumë, as të ushqejmë mirë, fëmijët po i marrim qaf. Nuk po i çojmë dot shkolla siç duhet. Nuk po i marrim dot as me gjet mirë fëmijët. Fëmijët e ton marun, fshatarit. Po këtë radhë jam po një dhe qyteti këtë problem që po ngrihet çmimet. Po kështu do mund të ecë gjithmonë nëse të vazhdoj qoftë. Neve nuk rrimë. Gjendja është s'ka asnjë mas, asnjë gjë. Nuk na kanë ardhur fare, çka na erdhën në fillim atëherë për shembull. Tani nuk na kanë ardhur fare. Serat janë bosh. Tokat janë balt, asnjë ndihmë, asnjë gjë nuk kemi parë në shteti. Asnjë ndihmë. Ju kanë premtuar për ndihmë, kanë ardhur? Po na kanë thënë qysh erdhi lumi atëherë, erdhën atëherë në fillim, thanë që do mini, do bëni, deri tani nuk kanë ardhur fare. Unë 5 dylyme gjysmë ser jam katastrofë. Nuk kam ashu fare, seret janë bosh. Sa kohë kanë kaluar që atëherë deri tani? Po sa ka kaluar 2 muaj. Ka ndryshuar situata? Fare, asnjë situatë ka ndryshuar. Edhe ne tani nuk dim çfarë të bëjmë. Nuk e dim çfarë mund të bëjmë. Qendrat janë katastrofike. Si përfaqe tokave që janë akoma në ujë? Po këtu janë 40 hektarë. 40 hektarë. Në ujë, qa patëm në jonxh, grur, këto për shembull qa qenë janë në ujë. 40 hektarë. Nuk bëhet fjalë për fillimin e punës? Jo. Këto nuk bëhet, po ja gruri s'bëhet me për shembull. Ja gruri që e mjellur këtu që nuk bëhet me. Ço si është? Gjam. Nuk bëhet me. I lutem shtetit, i lutem bashkisë, bëj thirrje. Salca është katastrofë në bujqësi. I lutem bashkisë Kuçov, salca është katastrofë në bujqësi. U përmytën, kështu janë, që nuk ushqit, ata thonë do japim lekë, do japim mot, tani kur të meritori që e verrje thonë ata. Tani të shikojmë po na dhasna, dhanë kështu e kanë. Se takset i dunë ata. Taksa për këtena, taksa për këtena, për ne me këto ushqimi, me këto dhe me serat. Që të majnë familje, se vje mujëra do pagur, jo energjia, jo qopa, jo po karburani po ka vajtur në qell. Edhe hajtë ngjitet i të tokën të një. Dhe dangazër, po pleko vajtë në qellë. Po qa ta mjellësh? Po qa do ta, kur ta shesë, me qa do ta shesësh? Mase do nglisë punë e lakrës. Edhe këshu e ka ai, shtetit, vila mari, ta shikoj, se takset i dojtë tokës e. Kanalizime s'ka. Jam 23 vjeç, këtu kanal të toka ime, këtu komplet që zonë, këtu nuk ka kanal. Sa llogaritë dëmi që të shkaktuar? Këtu me imi 300 kujtal. Jam i 300 kujtal. Që për fatë mirë, që erdhë goxha shpejt, dhe tregun e pata goxha me imi nesë më dashisja. A doli lumin darkë. Dashisja gati 300, jo gati për 300 lek, të vjetra. Tani llogari 300 kujtal, për 300 lek i thënë goxha lek, unë s'po thema aq lek. Po të pak zë të djesh në kalamajnve, që kam punuar tu me kalamajnë dhe vetë jam tërturuar. Se kam marrë 3 preshitje, se nuk është bërë kot kjo. Pse nuk është rimbjell toka, kur mendoni që do të rimëkëmbeni? Kështu e ka. Unë nuk kam e ta ka, se po të mishë në kjo do ishë në tjetra. Se ne kështu e kemi, po do marim, do hedhim, do ushqemi. Po unë tani kush marrë dhe kjo, unë qëta mjellë? Me qëta mjellë me 2500 lek naftë? Me 25.000 lek dylymin? Po jo freza, po farët janë ngritë, po plerat. Andaj që e ka kështu e, mo luj kështu. Da, që vita marrë i shteti me tokë, me tëra. Veç ato se unë e merem dërë për pjetë. S'kem të katë me. 3 fije domatës. Këtë 2 dylyme gjysmë, ne gjithë popull, nuk vjen njeri valla, na pysit, na bëj. Nuk vjen njeri. Ore, jeni qa bëhet me juve.
Nuk e di qa katastrofe, që është katastrofe. Po. I bëjmë thirrje, duhet të vinë edhe urgjentisht bashkia këtu. Duhet vi urgjentisht bashkia. Se këtu është katastrofë. Se këtu nuk gjetej asë njeri. Asë një diçka nuk po ndjehet. Faleminderit. Tani kjo ishe vjetë gjinja 20 janar. E kështë të fundit. Shkonëre, ajsa shkonëre. Këtë mi jetuar. Të faturët janë ngritë mujore. Këtë lagë rritë, në ka dëshet këtë rruti? Da e më lëjë këshu të në. Po, që në jetë. Po. Po mirë, pse ka mundësi që... Këlla është po rrugë. Ka kam punë me uja, ka kam punë me njërë. Se zdaj kështin. Nga rrugë punë, djela du. A, tani vetëm gjitha do. E sa majta? Na ka të dy majta dy. Sa majta? Sa majta? Në nësën të vej. Kopje i për pasaporti. Janë aty këtë. I hapë. Nuk hapë për ata që ka letrat e vjetra.